kohën alarmi që mund t'i bëj partitë, në këtë rast lëvizjen vetëvendosje, të ndrojë qëndrim? Bene unë kam thonë edhe herën e kalume me gjasën heshtje, secili subjekt është pajtu që duhet me shku në zgjedhje prapë. Ne kemi thonë që, madje tha me siguri të plot që zgjedhjet lokale, zgjedhja e presidentit ose presidentes në pranverën e vitit tashëm, i ka bërë që me kalkulu shumë para se të bëhet një qeveri me rezultatin e 9 shkurtit. Unë nuk po besoj që ka me pas diçka tre, veç ose ka ndonjë forcë shtytse nga jashtë, në këtë rast nëse shpejt e shpejt emërohet ndonjë ambasador i Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe vjen vullnet mirë dhe ndoshta shtyn diçka. Në këtë rast LDK-n që t'i bashkohet VV-s në koalicion. Përndryshe sinqerisht unë nuk besoj që nga këto subjekte politike që na kanë fut këtë çorë së kak me këtë rezultate 9 shkurtit do të ecet përpara që të kemi një qeveri para zgjedhjeve lokale të. Ta ndjekim pak Paris Guri, njëri nga deputetët e Lëvizjes Vetëvendosje, Lidhjes Demokratike të Kosovës. Është duke u ndëshku Kosova, populli i Kosovës, që kjo është më fatkeqësia më e madhe është kjo. S'ka lidhje cila parti ndëshkohet. Përderisa populli i Kosovës është u ndëshku tash prej 9 shkurtit. Faleminderit edhe juve. Paris Guri që tha që po ndëshkohet Kosova. Gashi, a janë sondazhet arsyeja që mund shty vetëvendosjen të lëviz? Nuk mendoj që sondazhet e kanë parandaluar ndonjëherë vetëvendosjen mos lëviz. Mos harrojmë që kjo është rradha 3 që